do të hapen mbi 1200 kuti të Tiranës, ndryshe nga Elbasani, këtu do të shikohet vlefshmëria e fletit votimi, por edhe do të ketë kontabilizim të rezultatit nga e para për të gjitha subjektet dhe për të gjithë po themi kandidatët. Ne presim nga ky rinumërim që të evidentojmë të gjitha problematikat që kanë ndodhur me procesin zgjedhor në Tiranë, në mënyrë që ta përdorim këtë gjatë kontestimit final përpara KAS-it për qarkun Tiranë, ku kërkojmë, e theksoj edhe një herë, përsëritjen e zgjedhjeve pa vlefshmërinë dhe përsëritjen e zgjedhjeve për qarkun Tiranë. Ky është qëllimi jo, nuk luhet thjesht vetëm për një mandat, plus apo një mandat minus, por duam të shohim dhe të evidentojmë farsën elektorale. Pra, duam të evidentojmë përpara publikut shqiptar dhe atij ndërkombëtar, pse jo, që shikoni çfarë ka ndodhur në zgjedhjet në Shqipëri. Një situatë skandaloze në Elbasan, sepse në asnjë kuti nuk ishin gjëra të rregullta. Pra nuk gjehet një kuti që të ishte 100% në përputhje me ligjin dhe në përputhje me rregullat. Proces verbalet ishin mbajtura me gabime, pati diferenca në numër votash me numrin e votuesve të identifikuar, etj me radhë, apo dhe flet votimi që ishte akoma më skandaloze, pa vula fare që ishin konsideruar flet të vlefshme për Partinë Socialiste të gjitha. Gjitha këto elementë që ne do të gjejmë sot do të shërbejnë për ankimimet tona, patjetër për në KAS, për qarkun Elbasan, për qarkun Durrës, për qarkun Fier dhe për qarkun Tiranë, që janë 4 qarqet për cilat do të hapen dhe do të rivlerësohen kutitë e votimit.